Mungesa e sinqeritetit ka pasojat e saj. Cilat janë disa nga pasojat o xhinërum? Nëse s'ka sinqeritet, e tham. Po, asgjësi. Pasoja e parë është vepra nuk pranohet. Edhe nëse agjeron. Edhe nëse agjeron, edhe nëse jep sadaka, edhe nëse mundosh dhe shkon në haxh, edhe nëse domethënë Xhihad bën. Bon xhihad, po, edhe nëse bon ndonjë adhurim që është i vështirë ndoshta për njeriu, nëse nuk e bën për hir të Allahut, s'ka çka pret. Nuk e pse çka pret në ditën e gjykimit, sepse në ditën e gjykimit thot në një hadith kutsi, Allahu xhaleshanu, kjo është një sen tjetër që dua ta tregoj sonë. Po, patjetër. Thot Allahu xhaleshanu në një hadith kutsi, unë jam ai i cili më pak ka nevojë që dikush të barazohet apo të llogaritet i barabartë me mua. Pastaj thot, kush e bën një vepër dhe në atë vepër së bashku me mua e ka ndonjë qëllim tjetër apo e adhuron ndonjë zot tjetër, taraktuhu wa shirkehu. Do thonë lë atë edhe e lë veprën, tash veprën si e quan shirk. Këtë vepër çka ti e ke bën, ndoshta është serzë, ndoshta është sadaka, $1 milion dikush i ka dhënë sadaka, po nëse nuk e ka për hir të Allahut, e quan Allahu shirk. Të dietar, shikoni këtu Allahu xhaleshanu edhe ja zgjeson veprën, por e pasoja tjetër çka e humb mbështetjen prej Allahut subhanahu taala. Se kur Allahu të thot të lash ti, e lash këtë, largohen prej këtij njeriu. Si ndihet besimtari? Dhe ti tash je lanë me vetën tënde. Allahu xhaleshanu në Kur'an e përmend një ajet i cili vetëm një herë përmendet, fjala taufik. Fjala taufik është suksesi që ta jep Allahu subhanahu taala. Një prej pejgamberëve, duke se Shuaibi alayhis salam, thotë wa ma tawfiqi illa billah. Suksesi im varet vetëm prej Allahut subhanahu taala. E nëse ti pranë të vetës tënde nuk e ke Allahun subhanahu taala, nuk e ke mbrojtjen e tij, nuk e ke udhëzimin e tij, nuk e ke domethënë mëshirën e tij, se ti me veprën tënde të shirkut, ku nuk e qeni sinqert, e ke larguar këtë. Sigurisht si më thon, falë o Zot, unë po dua pak më mbështet te ky njeriu apo te kjo krijesa këtene. E ke bën një vepër të shirkut. Thënë dietar, njeriu jo vetëm që e humb veprën, po e humb edhe atë që quhet afërsinë dhe mbështetjen dhe përkrahjen prej Allahut subhanahu taala. Dhe kjo është shumë një pasojë e rrezikshme që njerëzit më pas duhet të qenë të vetëdijshëm se nëse nuk je i sinqert, krahas veprës që e ke humb, ka mundësi nëse mendon se ajo është gjë e lejuar, edhe me dalë prej fesë. Subhanallah. Me dalë prej fesë, domethënë faktikisht me veprën tënde që ke shpresuar se është vepër e mirë, mundesh me dalë prej fesë. Nëse mendon për shembull sikur se disa njerëz fatkeqësisht prej muslimanëve mendojnë se nëse i drejtohesh me lutje në një personi të vdekur, e kërkon prej tij ndihmë apo kërkon që ai më ndërmjetësu. Çka e dallon këtë njeri nga prej mushrikëve të Mekës? Të Mekës. Ato çka kanë thonë? Ne nuk i adhurojmë përveç se të na afrojnë tek Allahu. Yuqarribuna ila Allahi zulfa, që më afër na afrojnë pranë Allahut subhanahu wa taala. Faktikisht edhe fatkeqësisht njeriu me shirk, përveç se humb mbështetjen e Allahut, humbet vepra dhe shndrohet në shirk, ka mundësi edhe me dalë prej fejes duke bërë vepër të shirkut. Pse e themi këtë? Ka Allahu nuk kanë çfarë thotë, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk e fal që dikush të bëj shirka atij, do të thonë ta barazon dikën me Allahun subhanahu taala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe kujt doja fal ndonjë mëkat që është më i vogël se ky. Prandaj shirku ka mundësi me kanë shirku i vogël, i cili nuk të nxjerr nga fesë, por ka mundësi me kanë shirku i madh nëse ti e bën me vedi dhe je i bindur se kjo është e lejuar, askush nuk të ka detyruar që ta bësh këtë, askush nuk të ka shumë me dhunë që ta bësh atë vepër, nëse bën me plot lirinë tënde dhe me vullnetin tënd, atëherë e ke rrezikuar edhe imanin, imanin tënd. Prej pasojave negative të
mungesë së sinqeritetit ose njeriu e rrezikon vetveten që të bëhet një prej munafikëve. Munafik kush janë? Ata që e fshehin mosbesimin, dërsa e shfaqin veprën e mire, e shfaqin besimin edhe imanin dhe veprat e mire. E munafik, në esencë, ato nuk janë të sinqertë. Te ata, qëllimi është diçka tjetër, nuk është qëllimi që ta një knatësin Allah. E ti duke mos u kujdes për sinqeritetin tënd, dal nga dal, për ju afrohesh atyre dhe ndoshta një ditë bëhet kader dhe bëhesh një prej atyre munafikëve, për të cilë shka ka thënë Allahu, innal munafiqin, me të vërtet munafikët, fi darkil asfali minan nar, në fundrinat më të thella të xhehenemit janë. Edhe s'ka ndihmës për ta. Shiko, s'ka ndihmës për ta. Ata ndoshta në këtë dunjë tek njerëzit mund të duken si musliman. Manevrojnë. Edhe safin e parë, falin edhe senet tjera. Po nëse nuk e kam pastru, nuk kam pas kujdes për imanet e. E lexosh një libër shumë pëlqejse në fund të asaj librit thotë që vërejtje të rëndësishme për besimtarët. E çështja e parë ishte kjo, besimtari në vazhdimsi 24/7 në çdo gjendje, në çdo fjalë, në çdo vepër duhet të kujdeset për sinqeritetin. E sinqeriteti çka është në esencë? Sinqeriteti në esencë është tauhid. Çka është sinqeriteti? Në esencë është tauhidi. Tauhidi çka është? Adhurimi i vetmit Zot, për të cilën ne vetë jemi deklaruar duke shqiptuar shahadetin, që thonë ashhadu an la ilaha illallah, nuk ka Zot të tjetër të vërtet përveç Allahut. Edhe dëshmojmë se Muhamedi sa më është i dërguari i Tij. Prandaj sinqeriteti është i dobishëm, ndërsa mungesa e sinqeritetit apo mos kujdesi në sinqeritetit ka mundësi me i pas gjithë këto pasoja negative që i përmendëm, edhe më e rrezikshme, siç tham, është njeriu dalë nga dalë ndoshta mund të dalë edhe prej fesë. Allahu na ruaj.